時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンGaxhetora, unë kam një surprizë për ty. Do të tregoj formën time të vërtet. Qeni hynori jo. A e di që ke shumë besim tek vetja? Ti mendon se mund të më ndalosh mua të marr kontrollin e mbretërisë së vdekjes duke sakrifikuar veten tënde? Sa e manitshme. E po duhet ta pranosh, për sa kohë që ne kemi fuqinë negative të kësaj bishe, gjithë fjalët e tua janë të pavlefshme. Ti je krejtësisht i pambrojtur edhe nëse përdor fuqinë e farave të Karumës. Çfarë? Forca! Insekti pa vlerë! Senki! Ti sapo bëre një gabim shumë të madh. Koki! Çfarë po ndodh këtu? Ra në zjarë! Qeni hynor, ra në zjarë! Tani ai është i lirë nga fuqia e fushës negative dhe mund të luftojë. Gaxhetora, është koha që ti të paguash me jetën tënde, që më vrave nënën. Mos ke vendosur të bashkëpunosh me Hakmarrjen? Hasuki ishte e destinuar të vdiste gjithsesi dhe unë i bëra një nder asaj. E destinuar të vdiste? Nuk e di, të gjithë njerëzit vdesin. Pra deti, farat, pylli, çdo gjë vdes herat avon. Të gjitha këto janë të destinuara të vdesin në duart e bishës së egër, që është duke u ringjallur. Ti po gënjen! Dhe tani qeni hynor, fati yt është të vdesësh këtu. Merre këtë! Hije çakallit! Nuk ka mundësi! Goditja Korona! Nxitoni! Hej, Dalo! Qeni hynor, ku po shkon? Për të mbaruar këtë, Çaki, unë do të shkoj të marr farën e fundit të Karumës për të ringjallur bishën e egër. Ende mendon ta bësh këtë gjë? Nuk dua të të lëndoj ty. Largohu që këtej. Jo! Nuk kam mbaruar ende.
Lavdi Zotit. Gjyshe, unë dhe Zengi do të kujdesemi për këtë situatë. Ti shko kujdesu për Kazuen, cito! Kazue! Çfarë po thua kështu, Çaki? Qeni hyjnor është armiku yt, super i karikuar dhe i pajisur me inversion të ri fuqie të shkallës së lartë. Shkojmë, ata mund ta përpallojnë këtë. Por Soma! Çfarëdo që të ndodh, ne duhet ta zhdukim farën e fundit Karumës nëse duam ta shpëtojmë këtë botë nga bisha. Nxitoni, shkoni! Jo, Çaki, të lutem, ki kujdes. Mos u bëj mendje lehtë. Nuk ka asnjë mënyrë që mund të më mundësh mua dhe ti e di. Ke të drejtë, unë e di këtë. Por unë nuk do të lë të shkatrosh botën. Çaki! Qeni hyjnor, do të luftojmë bashkë tani. Goki! Ndihesh mirë? Nuk është e sigurt këtu. Qëndroni mbrapa. Duhet të ndalosh. Më dëgjoj, të lutem Kazue. Tregohet edhe më e dhunshme se më parë. Më duhet ndihma e të gjithëve. Kyribayashi, eja ma jepat kuti. Zengi! Dorëzohu, të thash një herë që nuk dua të luftoj me ty. E po do të shikojmë edhe këtë punë. Unë jam angjëlli mbrojtës më i fortë në të gjithë botën. Unë jam Zengi! Po të para lajmëroj! Oh, të lutem, Dalo. Kjo nuk është as pak e drejtë. Mendo për ndjenjat e nënës tënde. Qeni hyjnor, nëna jote nuk ta dha farën e Karumës që ti të vazhdosh të luftosh e të vrasësh njerëzit kështu. E kupton apo jo? Nëna ime, ka vdekur tani. Ë? Unë as nuk e di më se kush jam. Unë nuk kam as një qëllim më në këtë botë ose diku tjetër. Kush më shkruajti këtë të ardhme? Kush më kryqëzoi me këtë fat? Nuk më ka mbetur më asgjë në botën tuaj të shpifur. Unë jam i mbushur me inat ndaj kësaj bote, më kupton? Zjarri i bishës do ta dje këtë botë dhe çdo thërime të fatit tim. Qeni hyjnor! E di çfarë, po fillon të më bezdisësh tani, bukurosh. Atëherë afrohu. Nëse do të vdesësh kështu, do të vras me kënaqësi. Si guxon. Ha? Nëse ti shkatron botën dhe bashkë me të gjithë njerëzimin, më thuaj, vërtet mendon se do të ndihesh i lumtur? Po, çfarë është kjo, profesor? Është një pajisje neutralizuese që zbulon gjurmët e Karumës. Duhet të jemi në gjendje ta kthejmë Kazuen si në fillim. E kapa, jemi sinjalizuar. Unë jam gati për të filluar! Dhe zjarr! Nuk po funksionon. Po si ka mundësi kjo gjë? Akira. Kazue, por çfarë po? Çfarë ka gjyshe? Shpirti i saj po lufton që të kthehet. Më në fund jam e lirë. Nxitoni, ju duhet të merrni farën e Karumës që më pushtoi mua. Por si? Na thuaj si mund ta bëjmë? Mos u shqetësoni, do ta gjeni një mënyrë, e di që do ta bëni këtë. Ki besim te vetja, Akira. Si është puna, Goki? Oh, Goki! Unë e kuptoj Kazuen. Nuk do të largohem më. Unë kam fuqi shumë të mëdha.
Detyra ime është t'i mbrojtë të gjithë. Shkopi dragoj të tokës! Fuqi të këqia që keni pushtuar Kazuen, largohuni tani! Lëreni të qetë! Çfarë ndodhi? A është vërtet gjallë Kazua? Mos u shqetësoni, thjesht ka humbur ndjenjat. Qenë hynor, lakmia dhe ambicia jote mbaron këtu. Zenki, kape! Nxito dhe haje atë farë, Zenki. Është e vetmja mënyrë që ajo bishtë mos ringjallet përsëri. Çfarë po pret? Duhet të hash. Ej, qeni hynor, e do këtë farë tani? Çfarë? Duhet të luftosh me mua për ta marrë këtë farë. Zenki, çfarë je duke bërë kështu? Zenki! Do të bëj një marrëveshje me ty. Do ta marrësh këtë farë dhe 2 farat që të pushtuan ty. Por së pari duhet të më poshtësh mua. Mos po tallesh gjë, nuk e kupton që nëse unë mbet ndaj ti, bisha egër do të kthehet sërish në jetë? Nuk duhet ja ti. Dua të tregoj kush jam unë dhe kush është ai tipi. Interesante. Të luftosh kundra teje nuk është ndonjë gjë argëtuese. Do të luftoj kundra teje si kundra engjëllit mbrojtës. Dakord, si të duash. Çaki! Jo, ndalo! Fuqia e byzylykut është e kufizuar, dhe nëse e përdor tani do të thyet dhe nuk do t'jesh kurrë në gjendje të tërasësh angjëllin mbrojtës përfundimtar. Po, qyshe e di, por nëse nuk i përdor fuqi tani, kur do ta bëj? Më thuaj, kur? Mjeshtre! Çaki! Do të mbështetem tek Zenki. Qeni hynori e imbaruar! Arma që do të shkatrojë errësirën më jep mua fuqinë e nevojshme! Rojtari kohës! O draguaj ert! Eja sëpate dragojtar! Angjëlli mbrojtës përfundimtar! Forca! Mahar! Samaskara! Forca përforcuese! Eja një tekun! Raja! Zenki është këtu! Angjëlli mbrojtës përfundimtar! Mjeshtre! Kështu po që po më pëlqen, sepse kam gjithë këtë kohë që e pres këtë 2 luftim për të larë hesapet me ty. Për herë të parë po bjem dakord për një gjë. Ej, Kazue! Falë, Zotit! Çfarë është kjo? Kjo është një betejë që do të përcaktoj fatin e planetit. Tashmë nuk mund të bëj me asgjë. Është një betejë e vërtet midis mbretërisë së Zenkit dhe ambicies së qenit hynor. Kjo betejë ka për të përfunduar së shpejti. Goditja e përkryer korona! Sëpata e perëndisë së dragojit! Ç'ke kështu? Kjo është gjuajtja më e mirë e jotja për bindësh mbrojtës? Se kuptoj si mund ta quash veten engjëlli mbrojtës më i fortë. Çfarë the?
Ose ndoshta, fati yt është të vritesh nga një armik shumë më i fortë se ti. Si guxon ti, a? Thuaj lam të mirë. Zenki! Më thuaj një jam këtu. Çfarë ishte kjo që ndodhi? Shikoni atje lart! Zenki! E kuptova tani. Mbase fati im është të humbë kundra teje në fund të fundit. Por do ta lësh shpirtin dhe zemrën time të konsumohen nga urrëtia dhe hakmarrja. Qeni hynor! Ngriu ti frikacak! Fitove ti përbindësh. Ashtu si të premtova, farat e Karumës janë të tuat. Por kjo nuk ka mbaruar ende. Beteja që do të vendosë se kush do ta izoloj bishën e egër nuk ka ardhur ende. Qeni hynor? Unë mund ta përballoj luftën e bishën e egër edhe pa ndihmën tuaj. Ku janë farat e mia të Karumës? Qeni hynor? Ka gjetura! Por ti nuk mund të jesh i gjallë. Jo, Qeni hynor, mos më lër, të lutem mos më lër vetëm. Mos shko, të lutem. Qeni hynor u zhduk. Tani kam të gjitha farat e Karumës. Bisha e egër më në fund është e imja. Çfarë do të bëjmë tani? Shiko, kam diçka për ty këtu bish. Këto janë farat e fundit të Karumës. Ringjallu bish egër. Ti do t'jesh shërbëtorja ime që këtë tutje dhe unë do t'jem zotëria yt. Dhe ti do të drejtosh këtë botë drejt frikës dhe shkatërimit. Mjeshtre, shiko atje!
Ka mundësi, bisha egër? S'mund ta besoj. Dridhuni para bishës sime të egër, e imja për gjithmonë, dhe tani unë do të djek të botë derisa ta bëj hi, do të shkatroj gjithçka! Çfarë? Perëndia e shkatrimit. Mos është bisha egër?